Kryeministri i vendit tem mos më sfidoi institucionet e sigurisë, kisha dashur me pa kryeministrin e vendit tem të ju përgjigj institucioneve tona kur ato kërkojnë. Vëmendja jam kështu edhe si aktivist politik, edhe si një qytetar i këtij vendi, mendoj se ashtu siç e dim gjithë ne, siguria është këgjë një kategori komplekse, mirë po asesi nuk rregullohet me këtë standard çfarë ka kriju politika. Politika dhe siguria janë dy koncepte të lidhura me njërin tjetër, se nëse balanci këtyre në dyja nuk funksionon, siguria nuk më funksionon hiç. Ne që jemi sot në politikë, besoj që nuk kemi njerëzit më të mirë të kësaj shoqërie. Pjesa më e mirë e kësaj shoqërie janë ata policë që përkundër që s'kan uniforma janë instrumentalizuar në punën dhe aktivitetin e tyre, përkundër që nuk kanë kushtet e punës, vazhdojnë me na ofru siguri, vazhdojnë me ka institucioni më kredibil në këtë vend, edhe vazhdojnë me dash Kosovën. Kjo është shembulli më i mirë që ne duhet me marrë prej institucione, prej këtyre qytetarëve që jo vetëm fushën e sigurisë tregojnë për çdo ditë shëmbëltyrën e tyre, po edhe pjesa tjetër e qytetarëve në këtë vend që ballafaqohet me lloj-lloj probleme e të cilat detyrimisht lidhen me sektorin e sigurisë. Pa zhvillim ekonomik, ne nëse nuk luftojmë varfërien, nuk kemi me arrit me bos siguri. Siguria jashtja nuk është, nuk mundet me ka parciale. Ja jemi të sigurt, ja nuk jemi. Pra janë shumë mekanizmat të cilët ne edhe si aleancë kemi vendosur 3 shtyllat kryesore: sigurien, energjetikën dhe zhvillimin ekonomik. Pra është një ndërlidhje, mirë po ajo çka unë du me thënë si mesazh është se politikanët tonë, kryeministri i vendit tem mos më sfidoi institucionet e sigurisë, kisha dashur me pa kryeministrin e vendit tem të ju përgjigj institucioneve tona kur ato kërkojnë. Kisha pas dëshirë që kryeministri i vendit tem me pi kafe me kryetarin e një komunës edhe jo me kriju kësi situata ku i sfidojnë institucionet e sigurisë. Pra, kjo është një farë mënyrë gjithë ajo që ne po mundohemi me dhënë